Ka nisur panajiri ndërkombëtar Prishtina 2025, në të cilin po marrin pjesë rreth 70 kompani nga sektorë të ndryshëm ekonomik. Ky panajir po mirëpret vizitor për të njoftuar me ekspozuesit të cilët do të jenë të pranishëm këtu për 3 ditë radhazi. E veçanta e këtij panajiri është se ka bashkuar biznese nga sektorë të ndryshëm ekonomik, kompani vendore të teknologjisë, bujqësisë, prodhimit, turizmit dhe mëtej, për të zbuluar risitë dhe shërbimet më të fundit të tyre. Dyshim që Telegrafi Marketing është prezent për ta përcjellë këtë ngjarje dhe për të njoftuar pjesëmarrësit në shërbimet e avancuara të marketingut, të cilat mund të ndihmojnë bizneset të rrisin planin e tyre me preg. Rëndësia e panajirit është e madhe, për arsye se panajiri është kthyer në një traditë tani që sa vite organizon Oda Ekonomike, është tradicional, është një urë që i lidh bizneset tona me bizneset e huaja, siç po shihni këtë panajir kemi shumë bizneset huaja prej Gjermanisë, Finlandës, Suedisë, Çekisë dhe kështu me radhë. Është një mundësi e mirë për bizneset që përveç për mi ekspozu mallrat apo ofrimin e shërbimeve që kanë mundësi edhe me tregu inovacionin më të fundit, sikurse te pjesa që kemi me recycle economy, ekonomia e gjelbërt. Kështu që ky panajir do t'ju shërbej bizneseve tona për të gjetë partner, po dhe mundësi investimi, po dhe mundësi integrimi në një treg më të madh evropian, siç është tregu i BE-s për 500 milion konsumatorëve. Qëllimi kryesor i prezencës tonë sot është promovimi i ndërtimit që kemi filluar në Shënxen, pra promovimi i Dugagjit në Vezak, duke marrë parasysh se këto vitet e fundit prej se kemi filluar kemi bërë shumë pak marketing. Kështu që kemi vendosur me marrë pjesë, me rrit prezencën tonë, me na pa njerëz, me na pa brendet, po pse jo edhe me pas networking edhe me persona dhe brende tjerë. Na jem firma Krausmoni, bashkëpunojmë me Kocmeister. Kocmeister vjen prej Gjermanisë, e mbulon tregin botëror për mbi 70%. Ta kemi pas besimin me neve me bashkëpunu, për shkak të leju se ne bëjmë eksportin e makinëve këtu i bi, prej Gjermanisë. Kemi mundu në metodë se kemi servisin tonë, edhe ju afru klientëve me pas ma letë me argjet e makinët e reja dhe ju kështër ma letë. Tregi Kosovës tash është ma mirë si ka qenë për parë.